krijon problem për emigracionin. E qartë. Është vend i krijuar nga emigrantë. Shiko, këtë përshar... Jemi në një mjegullnaj politike dhe ekonomike sot në botë. Se si do të dali, se çfarë do ndodhi, nuk jam gjendje ta them. Dhe Malie, ndërkohë ka një përsharje ndjes në PD, ku Saliani po përpiqet që do bëjë një rrymë të vetëm, po çuditërisht. Ila, të lutem, nuk ja vlen me diskutu. S'ja vlen. Nuk ja vlen, se mirë ato janë bëjë qesharak. Po bëmi dhe ne qesharak të morën ato. Don në një kënet aty ka drejtaj. Rama për thot kënet. Jemi me se po shko dhe kjo këneta, po. Shiko, në fakt... Nuk ja vlen, sinqerisht. Në fakt, nuk ja vlen. Jo, e las. Nuk ja vlen, se përderisa një njeri 82 vjeç, me gjitha ato ngarkesa që i ka në jetën e tij politike, duke filluar që nga korrupsioni, njeri me ndëshkuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglia si non grata. Njeriu që do të merrte sa të vite Trumpi në fuqi do të hiqte non gratën. E ku ta di unë? Dhe nuk është në gjendje, sot takova një nga deputetët e PD-s, dhe nuk është në gjendje këto djemtërime që përmendet Salianin e këto, domethënë këto po luftojnë për të ardhur sa më afër Berishës, po jo për të montuar Berishën. Kur e keqja është Berisha, pra nuk kanë këto gac, nuk kanë bolës, nuk kanë kurajo, nuk kanë fuqi edhe karrizëm që t'i dalin përballë atij. Po kapen si qenë në njëri tjetër me mulnokën e me gazbardhën e kutation, edhe për të ardhur sa më afër Berishës, që presin që dikur Berisha, larg qoftë o Zot të do na morin qafë, mund vdesi, dhe këto do të marrin pozicionin e PD-s dhe nuk do të bëjnë asnjë dhe po ndodhe kjo. Po në anën tjetër nuk e din që Berisha nuk është larg parti, sepse larg qoftë po largohet Berisha nga jeta, do të trashëgojë Argita. Është parti e familjes Berisha, jo kote kanë këta. Prandaj unë i kam thënë shumë për këtyre largoni, krijoni një forcë, po nuk kanë se këto janë eduku të gjithë ta që thonë të ri, edhe këta që dalin aty të lapa e këta, janë eduku në këtë kënet politike. A i del nuk ka, a i thot vetëm shanë, dakord, qatë gjithë i jepti? Si do të arrëzosh teknikisht, Ramën? Ja bëra pyetje lapaj. Pse thu ti del aty të arrëzojmë qeveri? Po si do të arrëzosh? Ke një muaj që rrim bulevard, dhe nuk të afrohet njëri. Aty kanë kalu mira njerëz. Kupton? Dhe nuk të afrohet njëri. Pra pse? Sepse është tjetra që njerëzit nuk kanë besim. Këto se doli lapaj, hyni zgjedhje, boni atë pastaj mos hym këtu për transparencën financiare, ku ta diun lëvizjet që bëjnë këto që asnjëri nuk bën transparent. Pra gjithë kjo e ka shkrep popullin dhe populli ka shkrep gjithë botën, edhe në Amerikë zgjedhjet morën pjesë as 48%. Kupton? Sepse njerëzit tash janë lodh sepse shpresoj që me ramjen e regjimeve komuniste do të ndërtoheshin demokraci klasike, do të vinte prosperiteti, zhvillimi, po nuk e pas ka pas fajn, doktrina e pas ka pas fajn, kjo që po ndodh sot, pangopsia, edhe qa ndodhi dhe në Bashkim Sovjetik, morën modelin e perëndimit dhe sot ke oligarkit që kontrollojnë të gjitha gjërat në vende të ndryshme, edhe këtu kene është e njëjta gjë. E kontrollon Samiri, X, Y, tjetri, i toka pa ashtu, si që i kanë dhonë ati që ka atë fondacionin java ndryshe, 55.000 metra katror, ka morë fondet e tërmetit, edhe nuk ka po një transparenci, ka morë shtjat gasme me $25.000 në Turqi, dhe ka deklaruar këtë ndërtimin e metrit katror 600 euro, dhe është dhe njëri që të dali njëri i Zotit, njëjtut, si firma Sudes, si fondacioni Sudja. A kupton, pra ne nuk kemi, sepse ti dashur, ne kemi dhe një media shumë të qelbur. Pra, të gjithë ne që flasim media, pak zëra ke që thonë vërtetën, mbulojnë njëri tjetrin, sepse shpërblejnë njëri tjetrin, dhe kjo situatë sot nuk është vetëm e politikës, po është
e medias, e biznesit, e politikës dhe e krimit. Janë të gjithë kombinum bashkë. Këtë situatë nuk e ka kriju një njeri as një parti. E ka kriju të gjithë bashkë. Dhe tash gjithë duan të lajnë durët si Pons Pilati, pa majta si lloj përgjegjësie. Kjo është situatë. Më fal, edhe lapaj të duket i njëjti brum. Edhe shehaj. Po pse çfarë është? Po e ndigjon retorikën e tij. Ka ai vizion ai, ka ai projekt. Vetëm thot, do të rrëzoj. Edhe bon skena pastaj që letëri sa det. Ore ti ta rrëzoj fundja punën. Ta rrëzoj. Kush i shkon brapa? Shikoj, disa më bën përshtypje. Ky ka 28 ditë që s'del në punë, se ky deklaron që jeton me të ardhurat si avokat. Po mos ty. Po jo, mos ty aty pastaj. Po mos ty aty pastaj, se unë ta thash pak përpara. Ai nuk ka bën një transferencë për atë fushat që i boni para zgjedhjeve duke shpëtit gjithë botën. Ore ti për shkus deri në Itali, për shku për tar me një bilet lirë nga këto që janë këto airline-at se unë si di, që janë këto me $100, po hoteli, po këte, po atje me ne 2 ditë. Jo më të organizosh mitingje, salla me emigracionin. Që emigracionin? Pse nuk e dim në emigracionin e? Kush është kjo emigracion që i ka këto pare kështu, pa e sapë? Pastaj kjo se ka dhënë dhe emigracionin, se e kanë fjallën dhe për atë fondacionin ndryshe, dhe atë vakcina, qështë ai, jo si e ka i tjetëri, që ka një fondacion tjetër ai mashtrusi tjetër, që i hiqet si hoqë. Elvisi, po, edhe ai mashtrusi tjetër, se kjo e gjithë mashtrus mërbur, dhe dalim folin në emër Zotit. Dhe bëhet ajo pacavure, pe një pacavure që u bëhet aty në sallën e kongreseve, një sfilat, sikur me qenë sfilatat e koncertit Vienës, dhe këto gjëja bëjnë bamirësinë, vend që ato $100,000 të udhësin për familje nevojë. Ishte edhe një hoxh me Lamborghini. Për të varfrit. Ishte edhe një hoxh me Lamborghini. To palazzo. Ne, nuk është faj për kujtë të. Ne nuk kemi as përgjëri civile, as përgjësi qytetare, se s'kemi qytetari, kesh përgjëtare dhe qytetari. Shiko, unë mendoj, Demalia. Më mërëshin vesh nga shpiri. Ku i zoti shpis. Demalia. A jenë të rezitja jo? Ilir. Kjo gjuajtja e të ardhurat të tyre, është shumë e rëndësishme sepse edhe shteti bën sikur nuk i kap dot. Unë ditë them vetëm kaqe. Jo më ku është pak, lutem shumë se ti ke për mene. Ka gjatë të pasurisë dhe thot kanë privatizuar thot vetëm shtëpinë që kanë pas trashëgimi nga unë, 100 metra katror. Kur i mirë sa metra katror ka vetëm vilën gjithë lagjet. Po çfarë fol më ti çfarë? Unë abitem çfarë doni me gjetë valla. Aty derri o për pare, ju thoni nuk ka derë. Pëllenet e tjera. Vazhdo të. Nuk mbot transparentësaj, sepse nuk i kërkon njëri llogarisë se këto tolerojnë njëri tjetrin, nuk i bëjnë transferencë tiku. Këtu jam dakord me ty. Këtu jam dakord me ty, molla. Këtu jam dakord me ty, kjo mbulojnë njëri tjetrin. Mbulojnë njëri tjetrin, valla. Kjo është, ore kësaj loje i ka dalë boja, po njerëzit nuk kanë fuqi edhe kaq. Edhe u bodhe indiferent, shofin jetën e vetë, ka i tek e qisin. Kanë që i kap shteti, i kap e i lunë fen. A kur të bëndushe, po dete, po të ketë vullnete, për 24 orë, burë. Për 24 orë. S'ka vullnet, se nuk ka